Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndafa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një praise miracle. Në gjendjen tuaj personale kemi kalorësi kupave, 10 kupat, drejtësia, dielli dhe paqja kupave që ranë njëkohësisht së bashku. Kjo javë për ju nis me kalorësinë e kupave, duke treguar se mund të ndiheni më të hapur ose më të hapura ndaj emocioneve, ndaj frymëzimit ose ndaj dëshirës për t'i ndjekur gjërat që ju prekin vërtet. Nuk është një energji e nxituar. Unë do të thoja se më tepër është një lëvizje e brendshme që ju afron më shumë me atë që ju sjell kënaqësi. Kjo rrjedh natyrshëm për te karta me 10 kupat, ku mund të përjetoni çaste harmonie, çaste qetësie ose një ndjenjë se disa pjesë të jetës suaj po gjejnë më në fund ekuilibrin e munguar. Kartat tregojnë se mund ta shihni më qartë vlerën e njerëzve dhe vlerën e gjërave që tashmë keni, duke ndjerë më shumë mirënjohje se sa zakonisht. Megjithatë, kjo mirëqenie nuk ju largon nga përgjegjësitë, sepse karta e drejtësisë ju këshillon të merrni vendime të balancuara, pa u ndikuar nga emocionet. Pra, mund të mbyllni një çështje, të sqaroni një keq kuptim ose thjesht të ndjeni se është koha për të vendosur rregull në diçka që ka mbetur pezull. Si pasojë e kësaj qartësie shfaqet dielli, i cili sjell optimizëm, sjell vetbesim dhe ndjesinë se barrat bëhen më të lehta. Mund të ndiheni më të lirë ose më të lira për të shprehur veten dhe për të parë të ardhmen me më shumë besim. Interpretimi mbyllet me faqen e kupave, duke treguar se kjo javë nuk përfundon vetëm me qartësi, por edhe me një zemër më të hapur. Pra mund të lindë një ide e re për disa nga ju, ose një dëshirë e re, ose një emocion që ju rikthen kurreshtjen dhe butësinë, duke ju kujtuar se edhe pas pjekurisë është e rëndësishme të ruani aftësinë për t'u emocionuar si fëmijë. Në tërësi, kjo është një javë me energji shumë pozitive, ku ekuilibri mes zemrës dhe arsyes ju ndihmon të ndiheni më të plotësuar ose më të plotësuara. Kartat tregojnë se qartësia që mund të fitoni gjatë kësaj jave hap rrugën për fillime emocionale të shëndetshme. Kartat këshillojnë të besoni dritën brenda vetes dhe gjithashtu mos keni frikë ta ndiqni atë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi karroca, mbreti i shpatave, 3 kupat, 2 shkopinjt. Në çështjet familjare, java nis me karrocën, duke treguar se zhvillimet nuk do të qëndrojnë në vend numro. Mund të ketë lëvizje, mund të ketë udhëtime për disa nga ju, ose vendime dhe iniciativa që kërkojnë të ecin në një drejtim të caktuar. Megjithatë, kjo energji pasohet nga mbreti i shpatave, i cili kërkon logjik, qartësi dhe komunikim të drejtë për drejtë nga ju. Karta sugjeron se mund të jetë e nevojshme të vendosen kufi ose të thuhet një e vërtet që mund të jetë shtyrë prej kohësh. Kjo mund të nënkuptoj se sinqeriteti mund të bëhet baza e një harmonie më të fortë. Më pas shfaqen 3 kupat duke treguar se tensionet kanë mundësi të zbuten. Mund të ketë një takim familjar, një lajm të mirë ose thjesht një atmosferë më të ngrohtë që rikthen afërsinë mes njerëzve. Pra, është e mundur të kuptoni se edhe pas bisedave që mund të jenë të vështira, marrëdhëniet mund të forcohen kur secili ndihet i dëgjuar ose e dëgjuar. Në fund kemi 2 shkopinjt që tregon se ju mund të mendoni për hapa të rinj ose të bëni plane që lidhen me të ardhmen.
Pra mund të diskutohen ndryshime, udhëtime ose vendime që kërkojnë bashkëpunimin e të gjithëve. Në tërësi, kjo është një javë ku komunikimi që mund të jetë i qartë dhe i sinqert mund të sjellë më shumë afërsi se sa largësi. Kartat tregojnë se pasi të vendosen gjërat në vendin e tyre, ju mund të bëheni më vizionar ose më vizionare për të ardhmen. Kartat këshillojnë të flisni troç dhe padorashka, por gjithashtu unë do të thoja të mos harroni ta shoqëroni të vërtetën edhe me mirë kuptim. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi ylli, heremiti në të kundërt, 8 monedhat, 4 monedhat. Në dashuri, rrugëtimi nis me yllin, një kartë që sjell shpresë, qetësi dhe besimin se zemra mund të shërohet ose të ecë drejt diçkaje më të bukur. Mund të ndjeni se po lini pas zhgënjime të vjetra, ose se po filloni ta shihni një lidhje me më shumë optimizëm. Megjithatë, menjëherë pas yllit shfaqet heremiti në të kundërt, duke treguar se nuk është më koha të fshiheni pas heshtjes, pas izolimit ose pas frikës për t'u hapur. Nëse keni mbajtur ndjenja vetëm për vete, kjo javë mund t'ju shtyti përballoni ato, pra të përballeni me to. Kjo energji vazhdon me 8 monedhat, e cila tregon se dashuria nuk ndërtohet vetëm me ndjenja, vetëm me emocione, por edhe me përkushtim. Për ata që janë në një marrëdhënie, kjo mund të nënkuptojë dëshirën për të investuar, pra për të investuar kohë ose para, apo ku ta di unë, emocione. Gjithsecili e di vetë situatën e vet, pra në tërësi për të investuar më shumë tek personi juaj që mund të jetë partneri ose partnerja. Pra për të rregulluar atë që nuk ka funksionuar ose për të krijuar zakone më të dobishme së bashku. Për beqarët, kartat sugjerojnë se një njohje e re ka më shumë mundësi të zhvillohet nëse nuk nxitoni dhe i lini gjërat të marrin një formë natyrale, pra më të natyrshme. Në fund shfaqen 4 monedhat, që tregojnë se edhe pse zemra dëshiron afërsi, mund të ekzistojë ende një tendencë për t'u mbrojtur. Pra mund të jetë frika për të humbur kontrollin, frika për t'u lënduar ose frika për të investuar emocionalisht ose financiarisht më shumë se sa ju ndiheni gati për të investuar. Kartat nuk e perceptojnë këtë si pengesë të pakapërcyeshme, por si një kujtesë se siguria emocionale nuk ndërtohet duke mbajtur gjithçka brenda vetes. Unë do të thoja se sa më shumë të balanconi nevojën për mbrojtje me gatishmërinë për t'u hapur, aq më natyrshëm mund të ecë kjo sferë. Në tërësi, dashuria nënkupton se hapja graduale dhe përkushtimi kanë më shumë forcë se sa muret që ngrini ju për t'u mbrojtur. Kartat këshillojnë të mos lejoni frikën të ruajë zemrën aq fort sa të mos lejoj as lumturinë të hyjë brenda. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 5 shpatat, asi i monedhave, 4 kupat në të kundërt, kulla. Në punë java nis me 5 shpatat, duke treguar se mund të përballeni me tensione, konkurrencë ose situata ku ju të gjithë ndajnë të njëjtin qëllim ose të njëjtin mendim. Mund të lindin keqkuptime ose mund të lindë ndjesia se duhet të mbroni idetë tuaja më shumë se zakonisht. Megjithatë,
kjo energji nuk mbetet pika kryesore, sepse pasohet nga asi i monedhave, i cili sjell një mundësi konkrete për zhvillim. Pra mund të jetë një projekt, mund të jetë një ofertë, mund të jetë një përgjegjësi e re ose një rast për të ndërtuar diçka që mund të ketë potencial afatgjatë. Më pas, shfaqen katër kupat në të kundërt, duke treguar se filloni ta shihni këtë mundësi me një sy tjetër. Pra nëse më parë ju keni hezituar ose nëse nuk keni qenë të bindur ose të bindura, tani duket se mund të ndiheni më të gatshëm ose më të gatshme të pranoni një ndryshim ose të dilni fare nga rutina. Pikërisht kur duket se po gjeni drejtimin, shfaqet kulla, e cila mund të sjellë një zhvillim të papritur. Shpesh kulla rrezon atë që nuk ishte ose atë që nuk është më e qëndrueshme për t'i hapur vend një realiteti më të fortë dhe më të sigurt. Pra, për disa nga ju mund të ndryshojë një plan, një mënyrë pune ose një bindje që keni pasur për karrierën tuaj. Edhe pse fillimisht kjo mund t'ju nxjerrë nga ajo zona e rehatisë, kartat tregojnë se ndryshimi mund të krijojë hapësirë për diçka më të dobishme. Në tërësi, kjo është një javë ku sfidat mund të shndrohen në mundësi. Nëse jeni të gatshëm ose të gatshme të pranoni ndryshimin, kartat tregojnë se ajo që mund të shembet mund të jetë pikërisht ajo që ndoshta nuk po ju lejonte të rriteshit. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga ndryshimet që ju detyrojnë të ndërtoni mbi baza më të forta. Kalojmë në prizëm Oracle ku kemi zemërimi. Zemërimi nuk vlen për të gjithë, kjo besoj që kuptohet. Por në tërësi, zemërimi nënkupton se emocionet më të forta manifestohen aty ku kufit janë shkelur ose aty ku nevojat tuaja kanë mbetur pa zë. Unë do të thoja se kur e pranoni dhe kur e dëgjoni mbi të gjitha zemërimin tuaj, ai mund të shndrohet në forcën që ju ndihmon të ndryshoni atë që nuk ju shërben më. Paç.